Ilir Meta, kryetari i Partisë së Lirisë dhe ish presidenti, reagoi nga qelia e paraburgimit përmes një postimi në rrjetin social Facebook ku hodhi akuza të forta ndaj Endrit Brajmdharit lidhur me kontratën e lobimit të ish LSI-s në vitet 2018-2019. Meta theksoi se në ato kohë ai nuk ishte kryetari i LSI-s, por presidenti i Republikës dhe se për firmën e Brajmdharit ai povua një dënim të rëndë duke qëndruar në izolim ekstrem. Firma për lobimin e LSI-s në periudhën 2018-2019 është e Endrit Brajmdharit. Në ato kohë, unë nuk isha kryetari i LSI-s, por presidenti i Republikës. Për firmën e tij u qëndroi në izolim ekstrem, ndërsa Endriti gradohet në kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, apo mos ndoshta është Altin Dumani që gënjen në shkresën zyrtare të firmosur prej tij. Meta e përshkroi Brajmdharin si një person pa karakter dhe gënjeshtar ordiner që përpiqet të fshihet pas arrestës. Endrit Brajmdhari është shembulli më i gjallë i mënyrës se si SPAK arrin të konvertojë njerëzit pa karakter në rilindas të denj, gënjeshtar. Vetëm një rilindas mund të harrojë firmat që ka hedhur vetë dhe arsyet për cilën e ka hedhur, një gënjeshtar ordiner që përpiqet të fshihet pas arrestës, por e vërteta nuk fshihet as me lojra fjalësh, as me konvertim teserash partie. Endrit Brajmdhari, ish deputet dhe ish antar i Partisë së Lirisë, u largua nga kjo forcë politike në tetor të vitit 2024 pasi Meta e quajti tradhtar. Më pas Brajmdhari u bashkua Partisë Socialiste si kandidat për deputet në qarkun e Tiranës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku nuk arriti që të siguroj mandatin. Megjithatë, me 10 qershor, ai u zgjon në kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, një pozicion ky që Meta e përmend si simbolik të mos ndëshkimit për akuzat që i ngarkon.